E qartë, në situatën ku ishim, me atë që pritet të ndodhë paktën sipas sinoptikanëve në këtë mund dhe muaj që edhe rreshtet janë të parashikueshme, a mendon se duhet të jetë pak më konkrete niveli qendror që nëse do të jemi sërish në njëjtën situatë të shkojmë në shpalljen e emergjencës apo do të jetë sërish e kujdesshme për mos ta shpallur se ka pasoja të tjera ekonomike ajo? Unë besoj që përderisa nuk është shpallur, emergjenca nuk ka për të shpallur. Kjo është logjike në mendimin tim, duke ndjekur të paktën rrjedhën e ngjarjeve. Por mund të bëhet edhe një trik që të shpallësh gjendjen kur ti administron, dhe ti administron kur të bie në rreshje dhe të fillojë koha me diell. Do jap një element që t'ja ilustroj shumë mirë mënyrën se si ishte organizuar shteti jonë në kohën e diktaturës, që përpos problematikave shumë të mëdha social-politike që krijoi, pastaj edhe ekonomike, në disa momente ka pasur një lloj organizimi që po mendoj që shteti jonë nuk duhet ta braktiste. Unë personalisht kam punuar deri në fillim të viteve 90 në një institut shkencor. Ishte instituti që merresh me menaxhimin e ujrave dhe të motit në vendin tonë, instituti kryesor. Ai që ka kontribuar për hidrocentralet, për gjithçka që lidhet me ujrat dhe me motin në vendin tonë. Dhe të them diçka, kishte dezhurn të përditshëm në institucion, qoftë në kohët e pranverës, ku zakonisht nuk ka shumë problematika të tilla, me raste të rralla kur ka vërshime, por në vjesht dhe në çdo stin dhe ishin të parashikuara për shkak të studimeve të mirëfilli që kur kuota e vjosës në kufi me Greqinë arrinte për shembull një mas të caktuar, ajo raportohesh menjëherë në institut dhe dezhurni e merrte të dhënën dhe e çonte menjëherë në kryeministri dhe kryeministria menjëherë merrte hapat e saj për t'i paraprirë situatën. Nuk është se nuk bëhet tash në vendin tonë, për shembull, menjëherë ndiqet parashikimi dhe thuhet që duhet të kesh kujdes dhe të tjera. Po është ndryshe kur thuhet të kesh kujdes dhe ndryshe që ti të testosh situacionet e tua. Dhe për shembull, një element, pushteti lokal në atë kohë punonte që në fund të shtatorit dhe në fillim të tetorit me pastrimin e kanaleve, me gjithçka që kishte lidhje me sistemin kullues, me shikoheshin argjinaturat, shikohesh gjithçka. Për hir të asaj politikës, në mendimin tim të mbrapsht, për të fshirë gjithçka nga e kaluara, ashtu siç bën komunistët me pjesën para tyre, dhe ata para tyre me atë që ishte trashëguar nga perandoria e madhe osmane, po ta shikoni me kujdes, jo vetëm që u braktis, por tashmë do me thënë mundohet kush e kush të hedhi fajin njëri tjetrit dhe prandaj është një kakofoni zërash dhe vendi jon patjetër që do e kaloj këtë situatë me pasoja shumë të mëdha, se pasojat ju e dini që bien mbi njerëzit e thjesht, për shembull tani që ka filluar të kurret pak vjosa, të tërhiqet pak vjosa dhe të tjera, të bjeri niveli i ujit, ti do shikosh që aluvionet shumë të mëdha që janë depozituar, do duhet fuqi shumë e madhe për t'i hequr, sepse ato pengojnë në një farë mënyrë. Dhe unë shikoj që kapacitetet e pushtetit lokal ose menaxhimi i tyre lë jashtëzakonisht për të dëshiruar. Dhe individët që janë aty ç'është më e keqja, janë individë që nuk i kuptojnë rëndësinë dhe peshën e detyrës që përmbajnë. Je shumë i hidhur në këtë që the. Jo, më fal, nuk është për të gjithë ne, për gjithë shqiptarët, më kupton? Shteti është i të gjithëve. Dhe t'ju them një element për shembull, nuk ka rëndësi se çfarë regjimi është në shtet. Tek e fundit ti vuan pasojat e regjimeve të kaluara, ti vuan pasardhësit tanë do vuajnë pasojat e këtij regjimi që është sot, paçka se është regjim demokratik, s'mund ta mohojmë. E qartë.
Për te këti takimi me dyert mbyllura që ndodhi në zonën e Saukut në vilën qeveritare, kemi në pak minuta do të nisë edhe një mbledhje tjetër në kampin demokrat, në selin e Partisë Demokratike, mbledhje e kryesisë, që ndër të tjera të paktën sipas burimeve. Do të kemi një datë tjetër konkrete ku do të kemi një protestë mbarkombëtare të radhës, të dytën e radhë në arkun kohor të pak javëve. Pse me aq nxitime ka marrë kampi i djathtë këtë lloj revolte për të protestuar? Qartë. E para për një arsye taktike, do më thënë, askur në vitet e fundit, Zoti Rama nuk ka qenë në pozicion më të vështirë. Dhe opozita, ju e dini, në çdo vend mundohet të përfitojë gjithmonë nga problematikat që ka majoranca. Dhe ju e dini, edhe besoj nga intervistat e shumta, nga përvoja që keni bërë, që opozita për shumë kohë në vendin tonë ka fjetur. Është marrë më shumë me problematikat e brendshme, të cilat vazhdojnë edhe sot e kësaj dite që ne po flasim. Dhe duke ditur situacionin, duke ditur që data 22, momenti kur prokuroria besoi që do ofrojë gjëra të tjera për zonjën Balluku dhe gjykata kushtetuese duhet të bëjë një interpretim jashtëzakonisht të vështirë të situacionit të saj, opozita po mundohet të fitoj kohë, dhe kjo në mendimin tim është shumë e arsyeshme. Është e arsyeshme, përveç një elementit vogël që gjatë gjithë këtyre kohëve ata duhet mendojnë dhe duhet të vazhdojnë të mendojnë për mënyrën se si do bashkojnë bazën, për identifikimin e bazës tyre dhe për rritjen e Partisë Demokratike, sepse karburanti kryesor i Partisë Demokratike tani është pakënaqësia e njerëzve. Dhe pakënaqësia e njerëzve nuk është vetëm nga militantët e Partisë Demokratike, po është dhe nga zona gri, që është zona më e madhe tani në vendin tonë, po edhe nga militantët e majtë, sepse edhe ata jetojnë në Shqipëri dhe shikojnë që korrupsioni është i paimagjinueshëm. Shikojnë mungesën reale të vendeve të punës, e bllokimin e vendeve të punës për thjesht për interesa pastaj që më vonë ne i shikojmë, domethënë, se kush i marrin këto. Ti shikon politikat e pamjaftueshme, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, po qoftë dhe në zhvillimin ekonomik. Ti shikon mënyrën se si shpërndahen tenderat në vendin tonë. Dhe të gjitha këto normalisht Partia Demokratike do t'i shfrytëzojë për interesat e veta. Por ka një por të madh këtu, që zakonisht Partia Demokratike bën pjesën e hiles që gjithë të energji dhe gjithë të problematika që tashme i mbartë majoranca, dhe madje majoranca tashme nuk mbartë dot dhe korrupsionin e saj, gabimet e saj, i ka rrëshqitur fare nga duart, do t'i kanalizoj për interesat e pak njerëzve. Po Partia Demokratike është shumë më tepër se Zoti Berisha dhe njerëzit e saj. Dhe po ta ndiqnin me kujdes edhe në tryezën që kishin thirrur dje, janë shumë pak individ të cilët mund të përfaqësojnë diçka. Ata vazhdojnë akoma me ngritjen e mureve për intelektual, për akademik, për njerëz, dhe ata akoma e kanë ndarë Shqipërinë në ne dhe ata, domethënë. Dhe prandaj shkojnë atje ku po shkojnë. Kam përshtypjen personalisht që Zoti Rama, në qoftë se do kaloj momentumin e datës 22 janar, unë besoj që ai ka për ta mbyllur dhe këtë mandat, me shumë vështirësi, po ka për ta mbyllur edhe këtë mandat. Dhe opozita, ashtu siç po braktis Komisionin Zgjedhor, Komisionin Territorial, në një farë mënyre po i shërben politikës së tij thjesht që ta marrë zvarr Shqipërinë, siç po e merr në këto kohë. E qartë, më artikulove për pjesën e pjesëmarrjes me aleatët në ato tryezë të ditës së djeshme. A mendon se duhet të kishte kontingjente të tjera që mund t'i kishte ftuar, apo ka patur ftesa dhe mund të ketë nga ata që nuk kanë dashur të përfaqësohen në ato tryezë? Pra, mund të marrim disa target grupe që duhet ishin me patjetër në ato tryezë? Ose emra konkret, pse jo?